Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim peshk në furrë. Unë kisha njerëz këtë ditë dhe vendosa që t'i bëja në furrë duke qenë se duan më pak kohë, bëhen gjithë një herësh dhe normalisht dalin super të shijshëm. Si fillim, i kemi pastruar mirë peshqit, i kemi larë, janë gati për t'i gatuar, i shtrojmë në një tepsi, unë kam një tepsi të madhe dhe i kam shtruar të gjithë aty sa më duheshin në këtë formë që sepse kështu zë më shumë. Më pas i presim që edhe pjekja të futet më mirë, por edhe kripa dhe gjithë erëzat me radhë. I kriposim, i vendos pak hudra për aromë dhe shije. Mund t'i fusni pak të peshku edhe pjesën tjetër e hedhim lart, sepse lëshon një aromë fantastike. Do t'i hedhim gjithashtu disa feta limoni të prera lart tek peshku, do t'i hedhim vaj, pak piper nëse doni, apo varet çfarë pëlqeni ju për peshkun. Unë nuk preferoj shumë erëza tek peshku, maksimumi krip, piper dhe hudra edhe limon. Gjithashtu mund t'i shtoni perime nëse doni, perime të ndryshme, unë i kam bërë veç perimet sepse nuk kisha më vend këtu, por mund t'i shtoni patate ose çfarë doni ju. I hedhim vaj gjithashtu dhe i fusim në furrë. Më pas janë gati dhe super të shijshme, gati për servirje. Unë kam vendosur t'i servir në këtë formë me pak patate furre, por mund të bëni si të keni ju dëshirë, kishte dalë shumë i shijshëm dhe shumë i butë, kështu që provojeni. Uroj që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe mos harroni të bëni subscribe sepse video të tjera na presin në vazhdim. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon tjetër. Pafshim!